Gjumi gjatë ditës, për shembull, gjumi mas e ke fal sabahin me flajt. Kjo është kohë që ka thonë Rasuli alayhi salam, bereqeti i umetit tam është në sabahet e tyne, në të hershmën e tyne. Do më thonë, në qofë se flanë ma sabahet, dije që jetu flajt në kohën kur Allahu ka qu bereqet. Do më thonë, i bjen si kur Allahu ka zbrit bereqet, e ti nuk qohesh me mledh, po flanë. Kështu është me flajt ma sabahet. Allahu lëshon bereqet, ti nuk mledh kur gjapi bereqetit, ti nuk ki vakë se i të flajt. Kjo nëse flanë ma sabahet. Nëse flanë në kohë pak para drejkes ose mas drejkes, këtu ka thonë Muhamedi alayhi salam është mirë me flajt. Derisa ka thonë flani, pushoni në këtë kohën pak para drejkes ose mas drejkes, pak me flajt me pushu me një kohë shkurt, për shembull 10-15 deri në 45 minuta, ka thonë qilo. Fejnë shayatin la taqil. Pushoni pak, nalnu pak, flani pak, për shkak se shejtani nuk flan. Shejtani nuk pushon këtë kohë. Muslimant është mirë me pushu në këtë kohë. Qofse ki mundësi o musliman. Unë e di që shumë prej muslimanëve nuk kanë mundësi me flan në këtë kohë për shkak të punës tyne. Ama në qofse ki mundësi. Shumë prej muslimanëve kanë një orë kohë në pauzat e tyne, në drek. E ka një orë. Për shembull 10-15 minuta han, 10-15 minuta falesh. Tjetë gjysore. Gjysore është e mirë. 5 minuta në qofse pushon, i mshel syt, flan, është hajër për ty me lejen e Allahut azza wa jall. Domethënë, nëse pushon këtë kohë. Koha mas ikindis me flajt nuk e ka preferuar Rasuli alayhi salam. Mas ikindis nuk e ka preferuar Rasuli alayhi salam me flajt, edhe keni me pa që hajri gjithmonë është në pasimin e Rasulit alayhi salam asat muina. Sa i përket mbrëmjes, koha më e mirë është si të falsh Yacin. Saqë nuk ban me najt muslimani qut mas faljes të Yacis, përveç në qofë se ki obligime, ose jetë duke lexu Kur'an, ose jetë mësu, ose jetë punë, ama veç me najt hajt që shërim na, me piqaj, kjo nuk është e mirë në din. Do më thanë flan me njerë mas Yacis, edhe që është një tretën e natës më falë. Thëtë Allahu azza wa jall për musliman të parë, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, o bil ashar hum yastaghfirun. Pak kanë flajt për natës, në kohë të shar është shumë si i syfyrit. Më thënë, në kohë të syfyrit, që havë në syfyr, aty jënë falë, kanë bëjë istighfar muslimant e parë. Këtu e në kohët më të preferume, gjumit e lusëm Allahun azza wa jall në bo për muslimanët mirë.